pak rëndësi ka që qëndrimi në zyrtar si Parti Demokratike është që të 4 generalët janë, të 4 përfaqësuesve UÇK-s janë duke u gjykuar pa drejtësisht dhe janë ngritur mbi to akuza të pa qëna, të pa vërteta dhe duhet lirohen një orë më parë. Pra thënë këtu bijem dakord për këtë çështje. Ajo ishte për konsum politik dhe për t'u hequr si babai i kombit shqiptar, para syve të shqiptarëve, sepse para Trumpit, që ta dini, dhe këtë e them me përgjegjësi të plot, të dalë Edi Rama dhe ta përgënjeshtroj këtë që po ju them. Trumpi as e ka kuptuar, as e ka ditur për çfarë po flitet, dhe madje kur ka mbaruar biseda, në ato pak sekonda që është folur në fund, që ky i rinte si roje personale. Tani unë po kthjellohem, ndërsa ti po flet, po zoti Berisha është ai që ka thënë do ta marrin si me helikopter se tani. Nuk di, ma nxirrni si deklaratë, nuk e kam parë. Nuk e kam parë, e kam sinqerisht. Nuk e kam parë. Ai është Nuk e kam parë. Ai është hartuesi i tokfjalshit. Por dhe po erdhi në helikopter ta marrin një ditë mos u habisni, por nuk e kam parë. I neologjizmit të Ramaduro. Nuk e kam parë, por të jemi të qartë deri në fund. Trumpi ka kërkuar sqarim në fund të takimit. Në mos, fjala e Ramës bëj fjalë sepse ai nuk përmendi në asnjë moment emra dhe nuk përmendi Hashim Thaçin. Ai tha presidenti i Kosovës, padrejtisht po gjykohet në Hag. Dhe Trumpi është kthyer dhe ka pyetur në prezencë të tij të Ramës Vjosa Osmanin, bëhet fjalë për ju, çfarë problemi keni në Hag? Dhe është sqaruar që bëhet fjalë për paraardhësin e zonjës Osmani, Hashim Thaçin dhe 3 general tjerë. Shkurtimisht e kanë sqaruar dhe aty ka përfunduar biseda dhe ka mbaruar interesi. Punët e tyre që kanë folur uroj që presidenti Trump të merret me atë çështje dhe uroj që një orë më parë ata 4 heronj t'i kthehen familjarëve të tyre. Lufta e UÇK-s është një luftë e drejtë dhe e vërtetë. Por të mbetemi ke thelbi, kaq ka qenë i gjithë shoku që ka bërë Edi Rama. Dhe nga ana tjetër, ja u garantoj, po e them edhe një herë, që për sa i përket prioriteteve amerikane në vendin ton, Edi Rama sot është njeriu më i izoluar në rrezull. Ju mjafton të shihni vetëm fillimin e atij aktiviteti, ku mes 24 personave të ftuar në tryezë, vetëm për një individ nuk pati asnjë koment, ju lexua formalisht vetëm emri dhe u kalua në të gjithë emrat e tjerë. Dhe ky ishte kryeministri Rama. Për çdo individ tjetër dhe për sekretarin e përgjithshëm Partisë Komuniste të Vietnamit dhe për Uzbekistanin dhe për kush ishin vendet e tjera që ishin vende relativisht vogla dhe pa ndonjë interes të madh në marrëdhëniet gjeopolitike amerikane, presidenti Trump kishte një koment personal për personat që tha mbështes, duke nisur nga i dyti, nga presidenti Milei i Argjentinës, që vinte pas Ramës, se këtu ka edhe media që thonë që i lexoi emrin Ramës parin se e ka të preferuar, ndërkohë që fillon lista me A, Albania. Është fare e thjeshtë, domethënë luajnë dhe me këto gjëra mediat e qeverisë, portalet e insenatorëve luajnë edhe me këto media, se këto kur na kanë nxjerr dokumentar për insenatorin që është shumë i bukur dhe u rikthye kaprolli i egër në sharr, nuk e kanë për gjë që thonë që Edi Rama është miku më i afërt i Trumpit. Por thelbi është, problemi i tij me Amerikën është shumë herë më i madh se sa edhe ne arrim të perceptojmë. Edhe një detaj, nga shtatori i vitit kaluar deri më sot që flasim në shkurt, janë 19 qëndrime zyrtare të ambasadës amerikane në Tiranë, që duam s'duam ne, është zëri zyrtar i qeverisë amerikane, që kanë një kryefjalë, luftën ndaj karteleve dhe luftën ndaj krimit organizuar. Dhe mesazhi përcillet zyrtarisht nga ambasada këtu. Ajo ambasadë që bën punën çdo ditë dhe ajo ambasadë që u sulmua nga një prej njerëzve më të afërt të kryeministrit Rama, Baton Haxhiu, me një fake news, që tha që nuk raporton më në Departament të Shtetit, e relativizoi fare punën e ambasadës amerikane, të nesërmen që dha këtë deklaratë, i doli gjermanëve, tha gjermanët janë populli më i korruptuar në Europë dhe nuk mundet ne të marrim shembull nga gjermanët, patjetër ne duhet marrim nga Korea e Veriut, duhet marrim nga Rusia, duhet marrim nga Bielorusia dhe duhet marrim nga këto homologët e Edi Ramës. Për të folur pak edhe për protestat, po arrini diçka me këto protesta që duket sikur nisin, mbarojnë ato fjalimet me 6-7 persona dhe mbyllen me zotin Berisha, nisin molotovët, bombat e gazit, edhe ujit dhe pastaj opozita shkon kthehet përsëri në shtëpi. Pristin ndjekësit tuaj, mbështetësit tuaj një qëndrim më radikal. Ndoshta edhe një ngujim për cilin është folur apo një qëndrim aty si Adriatik Lapaj që ka 2 muaj. Të gjitha skenaret janë në tavolinë. Të gjitha skenaret janë në tavolinë dhe të gjitha skenaret janë të hapura për të
zbatuar një moment saktuar. Kjo është një Nëse vendimarrje. janë të hapura, çfarë pritet akoma? Domethënë çfarë duhet Është të një ndodhë vendimarrje, akoma ja u që them unë Beti, është një vendimarrje që i takon Partisë Demokratike për ta ndërmarrë në momentin e duhur. Fal këtyre protestave, sot nuk ka media botërore, përfshi dhe mediumet më të mëdha amerikane, që nuk kanë pasqyruar krizën që është në Shqipëri për shkak të korrupsionit dhe vjedhjes qeverisë. Jo vetëm mediat amerikane, por mediat europiane, gjermane, britanike, italiane, franceze. Në fakt, media tani po flasin shumë për sabotim të drejtësisë. Janë disa shkrime në prestigjioze të ndryshme botërore që po flasin për sabotimin që po i bëhet drejtësisë në vend. Që po i bëhet nga shqetësimi kryeministri dhe që po i bëhet nga njeriu avokati më i madh i drejtësisë deri para se të goditej Belinda Balluku. Kështu që thënë këtë, pa diskutim që këto protesta nuk kanë shërbyer vetëm për të ndezur nervin opozitar dhe qytetar, nuk kanë shërbyer vetëm për t'i treguar shqiptarëve këtu që këtu ka një opozitë shumë të fortë dhe këtu ka qytetarë që e ngrenë zërin dhe nuk kanë frikë, por kanë shërbyer për t'i dhënë një mesazh mbar botës se Shqipëria ka një krizë politike dhe Shqipëria nuk është një vend me një demokraci stabile dhe me një demokraci të fortë. Aq më shumë të diskutosh që ne aspirojmë të bëhemi vendi i Bashkimit Evropian. Kështu që thënë këtë, protestat në gjykimin tim qëllimin e kanë arritur, protestat kanë treguar një anë të qeverisë që ne për herë denoncojmë, për herë themi, po është ndryshe kur e thua, denoncon në media, dhe është ndryshe kur e sheh. Për herë të parë këtë javë që kaloi, është hedhur gaz helmues brenda në xhamin e namazgjas, pa asnjë arsye. Nuk ka patur asnjë konfrontim, nuk ka patur asnjë konflikt, nuk ka patur asnjë debat, nuk ka patur asnjë arsye për të helmuar besimtarët. Dhe këtë e bën qeveria e Edi Ramës dhe policia e Edi Ramës, që është kthyer në roje të trafikantëve drogës, është kthyer në bandit që vendosin gjoba ndaj çdo qytetari